2020. Nga verifikimi paraprak rezulton se për shoqërimin e planifikuar i EVP Durrës nuk ka informuar drejtorinë e përgjithshme të burgjeve dhe Komisariatin e Policisë Durrës, si dhe nuk ka raportuar në drejtorinë e përgjithshme të burgjeve as planifikimin dhe as realizimin e vizitës mjekësore në kundërshtim me aktet nënligjore në fuqi. Gjithashtu rezulton se nuk janë respektuar procedurat standarde për shoqërimin e të paraburgosurve dhe të dënuarve. Këtu me sa duket drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka fjalen tek mosvendosja e prangave ndaj të paraburgosurit. Këtë doja të pyesja, po e pas ka sqaruar, po. Edhe mendimin e regjisë doja pak, ja vetëm një sekondë Eni, për ta ilustruar këtë pjesë që ti the, ndimin e regjisë lutem pamjet e mbritjes nga ambulanca. Po ja, këtu e kemi për këtë moment, po flet dhe kolegu Eni Ferrati, pak të kjo është momenti, ndoshta edhe numri i policëve që shoqërojnë, por dhe mungesa e prangave. Po Eni, kemi këtë momente, pikërisht momentin kur i arratisturi tashmë zbret nga ambulanca. Po Eni, ndjes për ndërprerjen për ta ilustruar. Dhe si që po thoja, pra është pa kuptim që si toga e shoqërimit nga EVP Durrës në Spitalin Rajonal të Durrësit të paraburgosit Altin Doci ka krijuar këto kushtet lehta, po themi, për një person i cili është i dyshuar dhe mbahet i paraburgosur për vepra shumë të rënda penale, e madje thimi ajo çka e bën më alarmante të gjithë historinë është fakti se Altin Doci, i cili po hetohet nga prokuroria e posaçme, madje një pjesë e procesit e tij tashmë ka shkuar dhe për gjykim si i dyshuar si pjesë e organizatës kriminale Çopja dhe Krau i Djathtë i Talo Çelës, në fakt në dosjet hetimore dhe nga transkriptimet e bisedave në aplikacionin Sky ECC ka rezultuar se me sa duket organizata kriminale ku ai bënte pjesë, e kam fjalën për organizatën Çopja, ka patur dhëna dhe indicje se pikërisht po përgatitej për një arratisje të mundshme, pikërisht të Altin Docit, dhe madje organizata sipas informacioneve ishte e interesuar që ky i fundit të lirojë sipas dhënave në aplikacionin Sky ECC, antarët e organizatës kriminale ku bënte pjesë Altin Doci kanë qenë të interesuar për ta liruar këtë fundit, duke i siguruar edhe pagesat me sa duket për mbrojtjen ligjore të tij, ku nga bisedat në Sky rezulton që janë kujdesur për familjen e tij, por edhe të dhëna të tjera, të cilat kanë bërë që në një prej dokumenteve që SPAK ka dorëzuar në gjykatë, pikërisht nënvizoi dhe fakti se Altin Doci ndoshta mund të ishte një person me rrezikshmëri të lartë shoqërore edhe në mjediset e paraburgimit, ku do të tentohej që të arratisej nga format nga më të ndryshmet, dhe e thënë me pak fjalë, kjo ka qenë një arratisje ndoshta e paralajmëruar, por nga ana tjetër, siç thash tashmë, janë vënë para përgjegjësisë ligjore 8 persona të cilët janë arrestuar, po ashtu një numër tjetër i zyrtarëve të burgut të Durrësit janë pezulluar nga detyra deri në sqarimin e rrethanave të plota të kësaj ngjarje, ku tashmë kërkimet për Altin Docin duket se janë zbehur dhe me kalimin e orëve dhe minutave gjasat që ai gjendet po ashtu janë edhe më të ulta, ndërkohë që janë kryer dhe kontrolle në disa zona ku me sa duket në rrugë operative ka patur informacione se ai mund të strehojë, por nga ana tjetër është e rëndësishme që mbas të kësaj ngjarje të nxirren mësime dhe të mos kemi të merren masa më saktë për të parandaluar arratisje të tilla të eksponentëve të krimit të organizuar. Okej, ndërkohë Eni, veç personave të arrestuar, persona të tjerë, çfarë ka ndodhur me zinxhirin komandues të paraburgimit të Durrësit, janë pezulluar, janë marrë në hetim, çfarë ka ndodhur me ta? Po thimi, kemi një hetim administrativ nga njëra anë dhe kemi edhe një hetim penal nga ana tjetër. Hetimi administrativ po kryhet nga vetë drejtoria e përgjithshme e burgjeve bashkë me shërbimin e kontrollit të brendshëm në burgje, ndërkohë që ky institucion është përfshirë edhe në hetimin penal, ku në bashkëpunim me prokurorinë e Durrësit janë nxjerrë edhe urdhrat e ndalimit për 8 persona, 5 shoqëruesit e Altin Docit, efektivet e policisë së burgut të Durrësit që kanë bërë shoqërimin drejt Spitalit Rajonal, nga ana tjetër edhe për krye infermierin, punonjësen e
informacionit në burgun e Durrësit, e po ashtu edhe për Desdemon Pazajn, i cili ka qenë i komanduar si shefi policisë së burgut në këtë periudhë, pra ditën e djeshme edhe kur ka ndodhur ngjarja, ndërkohë që janë pezulluar dhe punonjës të tjerë, duke nisur nga Bidajet Qelamaj, por dhe Preng Marvataj dhe disa zyrtarë të tjerë për cilët po vijon hetimi qoftë administrativ, por nga ana tjetër edhe hetimi penal për të parë ndoshta dhe për të nxjerrë edhe përgjegjësitë e tjera ligjore që kanë patur edhe zyrtarët e tjerë të burgut të Durrësit në këtë rast, por dhe ndoshta edhe në raste të tjera ku do të konstatohen palishmëri. Okej, ndërkohë, Eni Ferhati, shumë faleminderit për gjithë detajet që solle për këtë ngjarje. Do të jemi sërish bashkë për nëse ka zhvillime të tjera. E di që ka pasur zhvillime të shumta në GKO dhe në SPAK sot, por kjo është kryer shkruajlajme arratisi Altin Docit. Përshëndes, Eni Ferhati. Faleminderit.